سائم الهوى سأمضي في دروب المجد إني رأيت المجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Idha duyi'at al-amanatu fantadhir as-sa'a." Kur të humbet emaneti, prit në kiametin. Në hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha wusida al-amru ala ghayri ahliha fantadhir as-sa'a." Kur përgjegjësi marrin ata të cilëve nuk u takojnë çeto përgjegjësi, prit në kiametin. Këto dy hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend dy gjona të cilat e paralajmërojnë kiametin. Kurse Ibn Hajar, Allahu pas mëshirua, dhe dietarë të tjerë të hadithit në komentin e këtyre haditheve kanë thonë këto kanë më shumë se sa një kuptim. Kuptimi i parë është për një me kiameti. Për shkak se hadithin e parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur të humb amaneti, gjithmonë kemi thonë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet në përgjithësi, çështja është për muslimanët. Idha duyi'at al-amana, kur të humb amaneti te muslimanët. Fantadhir as-sa'a, prit në kiametin. Kurse çështja e muslimanëve prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te dita e kiametit, sado që largohemi prej kohës së sahabëve, çështja e umetit ka më qenë më keq. Sa largohemi prej sahabëve me kohë, çështja e umetit ka më qenë më keq. Hadithin e saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se edhe pasi që ka hajr, ka marrë sherr, wa aleikum assalam wa rahmatullah. Komentatorët e hadithit thonë, po, është e vërtetë se pas asaj që u kon hajr, ka marrë sherr. Pas sherrit ka marrë përsëri hajr, o fihi dekhan, por në atë hajr, në atë mirësi, ka me pas edhe mjegulli. Komentatorët e hadithit kanë thonë, ka mundësi edhe do të ndodhë që çështjet në umet her pas here përmirësohen më mirë se sa kanë qenë, me përjashtua kohën e sahabëve, por ai përmirësim nuk ka më qenë për të gjithë muslimanët. Ka më qenë për një pjesë të muslimanëve, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina lil haqq", ata të cilët do të kenë begati, do të jenë vetëm një grup prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse pjesë e madhe e ummetit, sa dhe që shkojmë ka dita e kiametit, çështja e tyre ka më qenë më e dobët dhe më pak e ngjashme me gjendjen e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa mrin një kohë që humb amaneti, atëherë kur të muslimanët të bëhet si e zakonshme mos më kon besnik, mos me majt amanetin, mos me rujt atë që duhet me rujt, qoftë ajo me majt fjallën, qoftë ajo me majt çka do që
i besohet në amanet, atëherë do të thonë se jemi larguar shumë me kohë prej kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej kohës së sahabëve, dhe sa herë që largohemi prej kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, afrohemi ka dita e Kiametit. Komenti i dytë, kur të humb amanetin mes muslimanëve, Kiamet u bë për çata. Do thënë pjesë e komentit është jo që është bëhet kiameti bashkë që ka më bë, por se ma kiamet se sa me humb amaneti të muslimanët çka lyp. Ose te hadithi i dytë, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Idha wusida al-amru ala ghayri ahliha fantadhir as-sa'a", kur ipet përgjegjësia atij që nuk e meriton, prit e kiametin. Ibn Hajar thot, por që aty kiamet u bë, ku është çaj budalla që e ka marrë çfarë përgjegjësia, aty kiameton. Aty u bë kiamet, jo kiameti që ka më shpërthy, e ka më raqilli, e kanë më bashkue dilli e hona, por u bë kiamet në qatë vend që ai vepron edhe ka përgjegjësi, kurse përgjegjësia ati nuk është me merit. Tash kur bashkohen këto dy çështje, e kuptojmë se besimtari duhet me munue me i pas çeto dy cilësi. Cilësia e parë, me pas besnikri, me pas amanet, që kur beson dikush diçka, që kur fol me dikon diçka, kur vendos me dikon diçka, kur duhesh me krye një punë, me krye qashtu qysh ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë më koni drejt, më koni besnik, me pas amanet. Çështja e dytë, mos me marr përgjegjësi që s'takojnë. Se në hadithin e parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kur të humb amaneti për të kiametin, hadithin e dytë, kur të merrsh përgjegjësi, kur të marrën përgjegjësi dikush që nuk e meriton çato që e ka marrë, atëre prit e kiametin, që bashkimi i dy haditheve me pas besnikri dhe mës me e të kaluë vetën. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala thënë në Kur'an, belil insanu ala nafsihi basira. Njeri shumë mirë din për vetën e vetë, sa ka drejt me marrë përgjithësi, sa s'ka drejt. Që të rgjohë që na vetë i japmi vetës ma shumë se sa që e meritojmë. Por, në realitet, në vetën tonë, se cili e dim për vetë e se sa jena. Se cili për vetë e dim sa dim. Se cili për vetë e dim sa jemi trima. Se cili për vetë e dim sa jemi devotshëm. Se cili për vetë e dim sa mashtrojmë. Se cili për vetë e dim sa bëm gabimet. Belil insanu ala nafsihi basira. Njeri u vetën e vetë e njef shumë mirë. A jetë fjala e Allahut, e njef shumë mirë, e njef për një me mirë. Të gjitha çështjet në vetët tona, se cili prej neve i din mirë. Atëre veç duhet me gjykua si pas asaj që e din. Dhe shembull për këtë e kem pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala në formë të veçantë e ka përmend Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Walakum fi Ibrahima uswatun hasana. Ju thot Allahu subhanahu wa ta'ala te Ibrahimi e keni shembullin më të mirë. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Në ajetin tjetër të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e keni shembullin më të mirë. Kurse për të gjithë pejgamberët Allah subhanahu wa ta'ala thot, fe bihudahu muqtadi, si pas udhëzimeve të tyre, hecni edhe ju. Cilt janë udhëzimet e pejgamberëve? Cilt janë vlerësimet e pejgamberëve për vetët e tyre duke qenë ata pejgamberë? Çështja e parë, çështja e Musës alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam, pasi që ka ndodhur dhe që ka ndodhur me atë pjestarin, ushtarin e Faraonit,
u detyrua me ikë prej Egjiptit. Pastaj ka shku në një vend tjetër. Në atë vendin tjetër ku ka shkue, ka hi punëtor. Ka hi çoban, me rujt dhend. Edhe ka hi me kontrat 8 vjeçare ose 10 vjeçare. Dhe komentimi i shumicës e komentatorëve të Kur'anit ka thonë i ka bërë 10 vjet. Për shkak se në marrëveshje kanë pas me i majtë 8 deri në 10 vjet, komentatorët e Kur'anit thonë duke njoftë namusën edhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, ata gjithmonë shkojnë më lart se ato që janë marrëvesh. I më marrëvesh në 8, ama deri në 10, atëherë e çojnë deri edhe funin e asaj që kanë pas hapësinë e çojnë deri atje. Pse vajza e atij personit që i ka dhënë ujë, e që mendohet të jetë edhe ai pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, por që nuk ka transmetime të sakta se ka qenë Shuaibi, pse i ka thonë babës vet, mere el qawi el emin, mere punëtor, ato që është i fortë edhe që është besnik. Që të dy cilësi që kanë në hadith. Besnik ka amanet, i fortë është përgjes për qatë punë, se ka mundësi me kry qatë punaj. Se aty lypet fuqi fizike. Në disa transmetime thuhet se Musa a.s. për një me ka qenë shumë i fuqishëm. Edhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala në përgjithësi të gjitha transmetimet që kanë ardhur fizikisht kanë qenë të fuqishëm. Në këtë kanë argumentuar dietarët e hadithit edhe me atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mu'minu al qawi khairun wa habbu 'inda Allahi min al mu'min al dha'if. Besimtari i fortë është më i dobishëm edhe më i mirë te Allahu subhanahu wa taala se besimtari i dopt. Wa fi kullin khair, po këtë janë të mirë se janë besimtar. Pse është besimtari i fortë më i mirë? Po ai që është i fortë ai kryen punë më shumë. Ai që është që çan të dëshmojnë me to në momentin luftën më të madhe, ai thotë atë bëjmë edhe mua. Tash ai që është i fortë, ai e bën edhe tjetrin. Ai që s'ka fuqi, ai bëhet pengesë edhe për këta që të paktën janë të aftë për vete. Musa a.s. në ajet i kam ati shuplak ka vdek. Disa komentatorë të Kuranit thonë për shkak se shuplak ati ka qenë shumë fuqishme. Kur ka dhënë deleve ujë, disa transmetime thotë se gurin që e kanë hek disa burra për me shplu edhe me mlue burimin, Musa a.s. ka kapë dhe ka qitë vetë. Kur ka po kjo qika që i kohon të rrydhënd, e ka po që ky njeri është i aftë, i fuqishëm me kry punë e bujqësisë, punë të fshatit. Edhe ka po që është besnik. Komentatorët e Kuranit thonë për shkak se ai ka treguar nivel të lartë të edukatës atë moralit gjatë gjithë kësaj kohe. Tash janë bashkuar dy elementet e Musa a.s. Elementi që ka amanet, edhe elementi që është meritor për çat punë që bën. Tash në këtë rast puna që ka detyruar, jo në ato që është pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë është çështja e ahiretit. Me pejgamberët të cilët e njohin veten e tyre. Hadithin e saktë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregon për ditën e gjykimit edhe vështirësitë e saj, thotë dita e gjykimit është 50.000 vjet. Njerëzit në një sipërfaqe të rrafsht, në të cilën nuk ka bim, as nuk ka pemë, as nuk ka hije, dhe dielli është mbi kokat e tyre. Njerëzit zhyten në djers sipas mëkateve që kanë pas. Dikush deri te zogu i kamës, dikush deri në gjuhë, dikush deri në mes, dikush deri në fyt zhytet, e dikush hyn komplet në ndjerësit e tij, por se zvdes, për shkak se atje më nuk ka vdekje. Në këtë kohë kur njerëzit janë lodh shumë, edhe të bojnë, thojmë të shkojmë, të bëjmë diçka, me lutë Allah subhanahu wa taala me e filluar gjykimin. Dhe mendimi i tyre thonë shkojmë te Ademi alayhi salatu wassalam.
E shkojnë të Adem, o Adem, ti e njëri i parë që të ka kriju Allah subhanahu wa taala me dorën e tij. E kon xhennet, e ta ka pranu pendimin e këta. Ndërmjetëso thuja Allah subhanahu wa taala në ta fillon gjykimin. Çka thot Adem alayhis salam? Jo thot se meritorun për këtë punë. Këtu është ajo që u jep shembull muslimanëve. O vëlla, kur si e meritor për çat punë mos e merr me vëlla përgjegjësinë se s'bën është gjuna. Shko te Allah, po si jam unë për atë punë? Tash na kena shumë mundësi me i pranu meselet që vetë dina që s'mujna mi bon. Ama, po e bojmë, e pranon. Me thonë, apo më shkëtor ka tu një bohat. Khalife me thonë, apet në qabe me abdeli më më del, e vishku në vallon e dhe, zdi dishka më shumë, ama është i gatë shumë, krejt me morë një dishka që shumë më modë për to. A del me moj, ders del, a mund është me thonë fetfa jep, a mund është me doli bom po, veç në aspektin fetar, po dhe tjera. Me thonë, na kena shumë gatishmëri, me morë plot gjona përgjësi, as në realitet nuk në takojnë ato, se si jena përshtat shumë për qatë punë, ose, sikur që kanë përmenë komentatorët e Kur'anit, ka të tjerë që janë më të aftë se në qatë punë. Në komentin e fjallës e Allah subhanahu wa taala kur tregon për Jusufin alayhi salatu wassalam që ka thonë mretit inni hafidhun alim, unë jam rujtës edhe i ditur, apet janë qëto dy cilësi që ka pas Musa. Unë e ruj, dije me rujt mollën, ja është amaneti. Jam i ditur, jam meritor. Jusufi alayhi salatu wassalam kur ka fol me mretin asaj kohe, prej çështjeve që i ka thonë, unë jam i ditur edhe e ruaj mollën. Çto dy cilësi që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që bëhet kiamet nëse si ka persone që ato dyja dhe vazhdon me hec përpara edhe pse si ka çato. Komentatorët e Kuranit kanë thonë pse Jusufi alayhi salatu wasallam këtë rast e ka lëvduar veten. Edhe pse Jusufi alayhi salatu wasallam këtë rast ka lyp përgjegjësi kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me lypën me të bëhet diçka. Me të dhonë një farë pozite. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë kushdo që e lyp pozitën, Allah subhanahu wa taala ka me lon vet mu kujdes për çat që e ka lyp, kurse atë që kërkojnë muslimanët për me adhon që obligim ati ka me ndihmu Allahu subhanahu wa taala. Për të na duhet me pas cilësi të jetës, dhe me thonë, një jetë, vazhdimësi me pas cilësi të mira, masanej nëse lypet një diçka, muslimanët vetë mlidhen, i thonë qatina, apo vjen me dalë imam vëllatit. Apo bën që të punë ti se ata e din kush është meritor, atëra këtina i ndihmon Allahu subhanahu wa taala, kurse ata që ngojnë tana, ata as nuk janë meritor, as nuk i ndihmon Allahu subhanahu wa taala në punët e tyre. Komentatorët e Kuranit thonë Jusufi alayhi sallam e ka thonë për shkak se s'ka pas duke e ditë që s'ka pas dikush që është më meritor se ai. Se me pas dikush që është më meritor se Jusufi alayhi sallam, si kishte thonë ama mua këtë punë. As kishte dalë me morë çat pozitë. Sikur që se morin atë pozitë ditën e kiametit, asnjë prej pejgamberëve. Ademi alayhi sallam i thot njerëzve, unë nuk jam për këtë punë, por nuk mjaftohet me kaq. I kallzon ku me shku i udhëzon. Unë për vete nuk jam. Ama shkoni te Nuhi alayhi sallam, ndoshta Nuhi është për këtë punë. Vetëm me këshirë në praktikna. Në anë ndodh në herë për një punë me thonë këshirë Allah, unë nuk jam i aftë për që ta, veç filan hoxha munën do ta shpjegoj më mirë se sa unë. Se bën kërkosh këtë punë. Edhe në aspekte tjera, s'po them vetëm në aspektin e fesë. A shpesh herë dim që na nuk dina me bën çat punë bash. Që duhet edhe ka tjerë që e bën çat punë më mirë se sa na. Pse nuk i udhëzon musliman me thonë këshirë
vëlla, unë nuk di bash tamam ç'është duhet, veç është një vëlla tjetër që e bën që punë shumë mirë. Sikur që i thot Ademi alayhis salam, unë s'jam për këtë punë, ama shkoni te Nuhi. Shkojnë njerëzit te Nuhi alayhis salam e thonë Nuh, ju kanë hadith sakt ti ke tuaj që ka çgatë ke bo Allah subhanahu wa taala ibadet i përballi pari me shirkun e ke bo këto, ta ka thonë Allahu amin ato. Llogaritesh baba i dytë i njerëzimit e tjera, Nuhi alayhis salam thot, unë lestu lidhalik, unë s'jam i përshtatshëm, unë s'jam ai që muj me bë këtë punë. Kjo është amaneti i pejgamberëve që nuk e marrin përgjegjësinë, që nuk ju takon. Por përsëri u zon thot shkon te Ibrahimi, edhe Ibrahim alayhis salam thot çështu, përsëri u zon thot shkon te Musa, edhe Musa alayhis salam thot çështu të njëjtën. Përsëri u zon thot shkon te Isa, edhe Isa alayhis salam u zon njëjtë. Në këtë rast Isa alayhis salam u zon për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ku i thuhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot ana lidhalik, unë jam për këtë punë. E pse thot tash ky thot unë jam për këtë punë? Se s'ka tjerë të cilët janë më të mirë se ky për këtë punë. Mo paskon një pejgamber tjetër që është më i mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kishte ndodhur një sikur ajo që ka ndodhur me pejgamber të tjerë. Edhe Jusufi alayhis salam ti shkon dikush që din me menaxhu situatën më mirë se ai. Si kështë thonë që unë jam besnik edhe i ditur me menaxhu këtë punë. Më thonë, kur njeriu e din vetën e vetë, edhe e din me gjykim të drejtë, pa i dhonë vetës ma shumë se sa që e dinajnë vetën e vetë, edhe s'ka tjerë që mund me kryu këtë punë, e krynë. Ama me marrë të gjymë, veç me marrë përgjësien, ama në këtë përgjësi nuk ka aftësi për me krye, çështjet vinë kundërshtim me atë që u zon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë, idha dhiyat al-amana, kur të humb amaneti fantadhir as-sa'a, prit në kiametin. Çka do të më bëj musliman? Musliman duhet më mundua secili për veten e vet më kon që e ruan amanetin. Amanet janë edhe fjalët, amanet është gjithçka që të besohet. Gjithçka që të besohet. Amaneti më i madh pastaj është libri i Allahut, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më e larta. Edhe kjo është për të gjithë njerëzit. Në përgjithësi e për musliman në veçanti. Inna aradna al-amanata 'ala as-samai wal-ard. Allah subhanahu wa taala thot unë kam dhon amanet, kam paraqit qiellit edhe tokës. Edhe kanë refuzuar, edhe më ka thonë njerëzve, domethënë amaneti më i madh që na ka thonë Allahu subhanahu wa taala është amanet që e kem librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëre këtu fillon devijimi, tana amanetet e tjera, sikur që janë amanet gjithsesi besimtar ka familjen e vet, që ka përgjegjësi. Amanet e ka pasuninë cilën e posedon. Amanet e ka diturinë cilën e ka. Amanet e ka fuqinë në popull që e ka, postin, pozitën, gjithë shka që posedojmë e kem amanet prej Allahu subhanahu wa taala. O amma bikum min ni'matin fa min Allah. Fot Allahu subhanahu wa taala nuk ka ndonjë begati që e keni veç se Allahu subhanahu wa taala jap ka dhon. Çka jap ka dhon? Me jap ka dhon në amanet, a jap ka dhon me tradhtuar me bojë çka doni me ta. Jo, në kalon në amanet. Atëre duhet me quë amanetin që ashtu qysh e ka lyp, aj që ne ka dhonë. Dhe ajo është Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha që i kem prej Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka diçka begati që i kem që s'është prej Allahu, se s'ka mundësi më kondryshe, atëre përgjësia jo në shket begati me quë në vend që ashtu që shtonë Allahu. Sa kemi dituri fetare, qëtë që e kemi, me quë me amanet. Sakt. Pa ndryshu, pa shtu, pa paksu, pa e menu se shka bëhat, që shë situata, shka më do të mua, këtu matematika nuk do të më shtien në llogari. Fjala, dituria, feja, që atë që e posedojna, inshallah Allah na shton me imane, me diturie, me gjitha të mirat, por që atë që e kem me rujt drejt edhe me funu drejt me atë qysh në ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj vijnë amanetet e tjera
Dhe amaneti kryesor pastaj pas fesë është familja. Përgjegjësia e njeriut për veten e vet dhe familjen e vet. Dhe dështimi më i madh që Allah subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an, thotë Allah subhanahu wa taala: "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim", njerëzit më të humbur, më të devalvu, më keq mos ka kur shkon që vetën e çon xhehenem edhe fëmijët e vet. Vetën e hub edhe fëmijët e vet i hub. Ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala përgjegjësi gruan, e mëson për sherr. Ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala fëmijën, e vladin, e mëson për keq. E drejton në kufër, e drejton në shirk, e drejton në haram, e drejton në gjëra të këqija dhe pastaj bile edhe i nimon të shkuën atë që është e keqe. Del ditën e Kiametit vetë me këtë familjen e vet në xhehenem. Ç'a humbje më e madhe, ç'a do me lyp njeriu po? Më shumë se sa që kjo. Pastaj pas familjes, përgjegjësia për familjen është përgjegjësia për pasuni. Në ajet Allah subhanahu wa taala ditën e Kiametit urdhon ata të cilët kanë posedu edhe nuk e kanë shpenzuar, nuk e kanë dhënë atë që i takon në rrugën e Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala thotë ka më shndruar atë në arit të nxehtë. Tukua biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, dhe me atë hekurin e nxehtë me e djeg ballnat edhe gjoksat edhe shpinat e atyre të cilët pasurinë që e kanë pas nuk e kanë bën me amanet që shë ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Që shkon amaneti? Amaneti ka qenë me shpenzuar në halal, me fituar në halal, edhe me dhon atë që Allah subhanahu wa taala ka kërkuar me dhon. Në hadith sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për njerëzit e mirë, ka thënë njeriu më i mirë është ai i cili ka pasuri dhe dituri. Pasurinë e vet, diturinë e vet e shpenzon rrugën e Allahut. Pas këtij është ai i cili ka dituri por nuk ka pasuni. Diturinë e vet jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe thot me veten e vet, sikur të kisha pasuni, sikur filoni, edhe unë kisha më shfrytzuar atë në rrugën e Allahut. Por këtë dytë thot pejgamberi sa në shpërblim është i barabartë me këtë parin, edhe pse ky s'e ka pasunin, por e ka dëshmërinë dhe dëshirën po ta kisha më shpenzuar sikur ai. Kurse njeriu i keq thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili nuk ka dituri por ka pasuni. Pasuninë e vet e shfrytëzon haram, sa me ditë s'din me qua aty ku duhet edhe të poshtë rrugët në haram. Ai që është edhe më i keq se sa ky, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që s'ka as pasuri as dituri, edhe thot me vetë më kon të kisha pasuri, kisha më bëu dhomë sikur filoni haram, edhe kjo është me atë gjinoha barabar se të paktën bile kjo edhe për dynjos s'ka bëu diçka që ka pas për çifin e vet. Tash pas fjalës fesë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që është amaneti kryesor, është përgjegjësia jonë që kemi për familjet e tona, përgjegjësia jonë pastaj që kemi për vetë familjen, pastaj përgjegjësia që kemi për pasuninë dhe në fund përgjegjësia që cila do të jetë ajo. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gjithse cili ka diçka një farë përgjegjësie, se s'ka njëri pa përgjegjësi, dhe keni me dhënë llogari, kemi mu pyet Allah subhanahu wa taala për përgjegjësi që kemi pas. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilët kanë amanet, e nuk e trajtojnë amanetin cilin do që ta kenë atë. Dhe lutim Allah subhanahu wa taala që të na bëj me njoft nivelin tonë, tamam që duhet, edhe mos me ngrit veten më shumë ose mos me dhon vetes më shumë se atë që e dim që e meriton. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.